Krishti u ngjall. Për të lumturi, sot është një bekim i veçantë për mitropolin ton, që në këtë 10 vjetor të themelimit të kësaj mitropolie, të jeni ju pranë nesh. Është gëzim në disa kuptime, sepse siç keni thënë dhe ju, çdo përvjetor ka kuptimet e veta, siç shumë mirë e thatë edhe në ditën e djeshme, kur kishim edhe 10 vjetorin e mitropolisë së Fierit dhe të Apollonisë. Dhe për neve është një gëzim që në këtë përvjetor të jemi përsëri së bashku. Dhe për herë kujtojmë me mirënjohje ata që kanë kontribuar në ringritjen e kishës ortodokse edhe të kësaj treve, edhe të kësaj mitropolie tashmë, kryepiskopin Anastas në radhë të parë dhe gjithë ata që bashkë me të bën të mundur pa u lodhur me sakrificë në kushte me të vërtet shumë të disfavorshme, shpeshherë edhe me sulme, edhe me keq kuptime të qëllimshme. Megjithatë, puna e Zotit nuk u ndal. Edhe sot dëshmi janë besimtarët, klerikët, kishat që lavdërojnë Perëndin dhe sigurisht për neve është gëzim që ju kemi juve këtu pranë si kryepiskopi i ri i kishës tonë, që me kaq dinjitet po e drejtoni, edhe me siguri, edhe me urtësi, ato cilësi të cilat juve i keni pasur, edhe i keni dhe lavdi Zotit. Tashmë edhe jo vetëm besimtarët që ju njohin, por është mirë që edhe shoqëria jon të njohë më mirë klerikët, aq më tepër figura të nderuara siç jeni ju për të lumturi. Personalisht ndjej edhe një kënaqësi dhe gëzim të veçantë si i biri juaj shpirtëror, i cili na keni drejtuar, korrigjuar, pa u kursyer. Edhe për këtë ju jemi mirënjohës, sepse nuk keni ruajtur distancë, por jeni treguar i drejt për drejt, sepse dëmshuria, dashuria tregohen kur ato janë praktike dhe janë të vërteta. Dhe në këtë mënyrë ndjejmë këtë mirënjohje. Personalisht, ja u them shpeshherë shumë kolegëve këtu, priftërinjve, të tjerëve, miqve, por e themi dhe këtu. Personalisht jam mirënjohës sepse shumë prej gjërave që shpeshherë ju them njerëzve, ju them, mundohem që ta them për herë kur është puna, i them siç thoshte edhe atëherë mitropoliti Joan ose kryepiskopi Joan, saqë ndonjëherë bëhen shumë të shpeshta këto dhe ndonjëherë filloj mos e them shumë shpesh këtë, sepse tashmë njerëzit e dinë, por e them këtë sepse me të vërtet fryma e besimit, fryma e respektit, fryma e mirënjohjes është një frymë që transmetohet nga afër, edhe fryma e besimit të gjithashtu. Për këtë arsye jemi shumë mirënjohës, sepse janë disa gjëra që nuk mund të merren nga librat dhe nuk mund të merren nëpërmjet formave audiovizuale, siç shpeshherë njerëzit mund të mendojnë, por është një besim i gjallë, është një jetë e gjallë e cila transmetohet nga afër. Dhe duke jetuar pranë jush për disa vite, kam pasur privilegjin dhe kënaqësinë edhe bekimin që të marrim me të vërtet nga urtësia juaj, nga devocioni juaj, nga ajo pasuri e madhe që Perëndia ju ka dhënë. Për këtë arsye është një gëzim i veçantë për mitropolinë tonë. Pa ju lodhur më gjatë, kërkojmë të shprehim këtë falënderim dhe si shenjë do donim të jepnim diçka simbolike, që është kisha e Shën Maris në Kala. E shpresojmë me ndihmën tuaj të mund të rikthehet në rregullin e kishës ortodokse. Ju faleminderit.